Këngëtari Stine ngacmon Brikenën për Mateon. I ftuar në puntatën e parë të Top Arena ishte ish banori i Big Brother VIP 5, Stine. I vendosur përpara një interviste nga Brikena, ai dha nga një mendim për disa nga ish banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Kur erdhi radha për të përshkruar Mateon, Stine zgjodhi fjalën një dashuruar, duke ngacmuar Brikenën për raportin që të dy ata kishin brenda në shtëpi. Të dy ata reaguan duke qeshur pas komentit të këngëtarit, edhe pse disa ditë më parë konfirmuan ndarjen nga njëri tjetri. Stine gjithashtu u ndal edhe te raporti me Mirin, duke u shprehur se nuk është takuar me të që pas finales së Big Brother, por shtoi se nuk ka hatërmbetje mes tyre. Ky moment në Top Arena u komentua gjerësisht në rrjetet sociale, pasi publiku mbetet ende i kureshtur për dinamikat mes ish banorëve të këtij edicioni të Big Brother VIP.